Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Shqipëria ka shënuar një tjetër hap përpara në procesin e anëtarësimit në Bashkimin Evropian, duke hapur grup kapitullin e 4 në mbledhjen e 5 ndërqeveritare në Bruksel. Kapitulli i ri përfshin fusha kyçe të zhvillimit ekonomik dhe digjital. Kryeministri Edi Rama ka theksuar se vendi synon të përmbyllë të gjitha kapitujt deri në vitin 2027 dhe të anëtarësohet me të drejta të plota në Bashkimin Evropian brenda vitit të 2030. Në mbledhjen e 5 ndërqeveritare mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian të mbajtur në Bruksel, Shqipëria ka hapur zyrtarisht grup kapitullin e 4, një blok tematik që përfshin politika kyçe si konkurrueshmëria, rritja gjithëpërfshirëse, punësimi, arsimi, kultura, media, transmetimi digital, bashkimi doganor dhe sistemet tatimore. Takimin e udhëhoqi ministri për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, i cili theksoi se Shqipëria për të parafruar legjislacionin dhe praktikat me standarde e Bashkimit Evropian në këto fusha me rëndësi strategjike për zhvillimin e vendit. Në vetëm 8 muaj, Shqipëria ka hapur gjithsej 27 fusha të negociatave, përfshir kapitujt dhe kriterë të ndryshëm, duke shënuar një progres të rëndësishëm në procesin e integrimit evropian. Me 14 tetor 2024 u hap grup kapitulli i parë, themelore që përfshin çështjen e demokracisë dhe drejtësisë. Me 17 tetor 2024, grup kapitulli 6, marrëdhëniet me jashtë, u fokusua në politikën e jashtme, sigurinë dhe mbrojtjen. Me 14 prill 2025, Shqipëria hapi grup kapitullin 2, tregu i brendshëm që përfshin 4 liri themelore të Bashkimit Evropian, lëvizjen e lirë të madrave, kapitali, punëtorët dhe shërbimet, si dhe mbrojtja e konsumatorit dhe shëndetit publik. Kryeministri Edi Rama në deklaratën e tij publike ka theksuar se objektivi i qeverisë është mbyllja e të gjithë kapitujve të negociatave deri në vitin 2027 dhe anëtarësimi i plotë i Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Në këtë fazë të rëndësishme, sfida kryesore për vendin mbetet përshpejtimi i reformave dhe përafrimi më tejshëm me standardet e Bashkimit Evropian në çdo fushë të jetës institucionale, ekonomike dhe sociale. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka publikuar prova të reja që sipas tij dëshmojnë manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit. Ai pretendon se në qarkun e Elbasanit është zbatuar skema e njohur si treni bullgar me ndihmën e anëtarëve të administratës zgjedhore dhe përfaqësuesve të Partisë Socialiste. Opozita nuk njeh rezultatin dhe kërkon zgjedhje të reja me qeveri teknike. Një tjetër akuzë e rëndë për manipulimin e zgjedhjeve të 11 majit është bërë publik nga ish kryeministri Sali Berisha. Në një deklaratë për mediat ai tha se ka në dorë prova filmike dhe fotografike që dëshmojnë përdorimin e metodës së quajtur treni bullgar në disa qendra votimi në qarkun e Elbasanit, përfshirë dhe zonën e Pikishtit në Bashkinë Peqin. Këto që shihni ju janë fletë të votimit, listat e votimit të gjetura që e kishin kaluar për disa net shflinin pra në bar kafen e Dervish Ismailit. Tjetër, Dervish Beqiri është vëzhgues i Partisë Socialiste Bashkia Peqin KZAZ-ja numër 45, qendrat e votimit numër 2292, 2293. Tani e shikoni tavolinën plot me euro, karta identiteti, bollek i madh. Kjo është tavolina e krimit elektoral. To janë listat, janë 117 flet lista votimesh me vula, që shihni, tyra e vërtetë e Edi Ramës. Sipas skemës së trenit bullgar, një votues futet në qendrën me një fletë të plotësuar nga organizatori, e hell në kuti, ndërsa e merr fletën poshtë nga komisioni për ta dorëzuar më pas tek organizatori, duke vazhduar kështu cikli manipulativ. Berisha shtoi se për të mundsuar këtë proces, mazhoranca ka prodhuar fletë votimi false në jurisdiksionin e materialeve service për elektoratin e majt, por që sipas tij janë përdorur për të mbushur kutit apo për të ushtruar skemën në qendrat paralele të krimit elektoral. Për të hapur rrugë shteg trenit bullgar, krijoi disa fake flet votimi se gjoja do të mësonte socialistët si të votonin. Kjo ishte pikërisht pa se gjoja do të mësonte pa se për të mësuar. Këto ishin thjesht për të maskuar këtë akt që kanë bërë, që bashkit kanë shpërnda flet të votimit tek qendrat paralele të krimit, ku janë dorëzuar ose kuti të mbushura ose treni bullgar e njëjta gjë, domethënë ka disa mënyra realizimi i tij.
E dytë është për sa i përket kontestimit që do i bëni zgjedhje. Opozita bazuar në këto pretendime nuk e njeh rezultatin e zgjedhjeve dhe kërkon një proces të ri zgjedhor në drejtimin e një qeverie teknike. Nga ana tjetër, mazhoreanca ende nuk ka komentuar mbi provat e publikuara, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të shqyrtojë çdo ankesë të depozituar formalisht. Thirrja e ish-kryeministrit Sali Berisha për të mos certifikuar zgjedhjet e 11 majit nuk ndali komisionerin shtetëror të zgjedhjeve Ilirian Celibashi, i cili ka vijuar me miratimin e tabelave përmbledhëse në disa qarqe. Opozita i konsideron zgjedhjet një farsë të manipuluar, ndërsa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve njofton se nuk ka pasur asnjë njoftim zyrtar nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në KZAZ të brenda vendit. Pavarësisht thirrjeve të opozitës për të mos certifikuar procesin zgjedhor të 11 majit, komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka vijuar me miratimin e rezultateve për qarqet Shkodër, Korçë, Tibër dhe Berat. Në një reagim publik, Celibashi theksoi se nuk ka patur atë një pretendim të dorëzuar nga përfaqësuesit e Partisë Demokratike në KZAZ brenda vendit gjatë gjithë procesit të votimit dhe numërimit. Për votime brenda vendit, në dienimin time nuk ka kontest për përmbajtjen e tabelave të rezultateve. Nuk e di të them për të gjitha rastet 100%, por ne sa herë që kemi një shqyrtim, një miratim të tabelës përmbledhëse, e kemi në atë moment informacion në lidhje me miratimin apo jo të këtyre tabelave nga anëtarët e KZAZ-ve përkatëse. Ndryshe, paraqitet situata në KZAZ-n e diasporës, ku përfaqësuesit e PD-s kanë shënuar në proces verbal se nuk e njohin rezultatin e ardhur nga jashtë vendit duke e cilësuar të manipuluar, por Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deklaron se nuk janë konstatuar fletë të shtuara, as vota të trafikuara dhe çdo pretendim mbi integritetin e procesit votimit dhe kthimit të fletëve nga posta do të vlerësohet. Shtuara nuk ka as vota të trafikuara, kjo është pak po e sigurt. Ngelet të vlerësojmë dhe të shqyrtojmë pretendimet që lidhen me se sa është respektuar integriteti i votës së qytetarëve në procesin e marrjes të fletëve të votimit, të zarfeve dhe të kthimit të tyre nëpërmjet shërbimit postar. Komisioneri bëri publik dhe një tjetër shqetësim: të gjitha platformat e KQZ-s kanë qenë objekt i sulmeve të organizuara kibernetike. Në datën e 11 pas zgjedhjeve, debati politik mbetet i ashpër. Sali Berisha dhe opozita i quajnë zgjedhjet një farsë të orkestruar nga qeveria. Për opozitën, kërcënimi nuk erdhi nga jashtë, por nga brenda vetë shtetit shqiptar. Ata akuzojnë për manipulim të organizuar, përfshirë dhe skemën e njohur si treni bullgar. Por ajo çfarë mund të them pozitiv është që rasti do duhet të hetohet, të verifikohet nga organet e procedimit penal, duhet patjetër për t'i dhënë përgjigje shqetësimit të paraqitur publikisht. Artan Lame, një nga figurat publike më të njohura për angazhimin qytetar, politik dhe intelektual në Shqipëri, është ndar nga jeta pas një ndërhyrje të vështirë në zemër në Gjermani. Ai u shua në moshën 58 vjeçare duke lënë pas një trashëgimni të pasur në shërbim të shtetit dhe kulturës shqiptare. Ka ndruar jetë në moshën 58 vjeçare Artan Lame, ish drejtori i aluizmit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Lame ndroi jetë në një spital në Gjermani ku po trajtoi pas një ndërhyrje të ndërlikuar në zemër. I lindur në Tiranë në vitin 1967 me origjinë nga fshati Qytezi Kolonjës, Lame ka lënë pas bashkëshorten dhe 2 fëmijët. Ai u dallua si publicist, koleksionist, studiues i historisë shqiptare dhe një zë i angazhuar në mbrojtjen e trashëgimnisë kulturore kombëtare. Karriera e tij përfshiu disa prej posteve më të rëndësishme në administratën publike, nga drejtuesi i trashëgimisë kulturore në Ministrinë e Kulturës në vitin 2000, te nënkryetari i Bashkisë së Tiranës dhe zëvendës ministër i Territorit dhe Turizmit deri në vitin 2005, por figura e tij do të mbetet pavarësisht e lidhur me procesin e legalizimeve si drejtori i përgjithshëm i aluizmit në periudhën 2013-2019 dhe më pas në krye të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës deri në vitin 2023, ku u largua për arsye shëndetësore. Përveç angazhimit në funksione publike, Lame u bë i njohur për shkrime dhe analiza historike në media, duke sjellë në vëmendje
vëmendje figura dhe ngjarjet që kanë formësuar identitetin kombëtar. Ai është një koleksionist i pasionuar dhe një kontribut të veçantë në dokumentimin dhe ruajtjen e artefakteve historike shqiptare. Artan Lame ka qenë gjithashtu kandidat për deputet i Partisë Socialiste në zgjedhjet e vitit 2005, 2009 dhe 2013, si dhe antar i grupit punës për hartimin e programit të Partisë Socialiste në periudhën 2011-2013. Me ndarjen e tij nga jeta, Shqipëria humbi një figurë të veçantë që ndërthurte dijen, pasionin dhe përkushtimin ndaj vendit. Një organizatë kriminale ndërkombëtare shqiptare me qendër në Durrës e përfshirë në trafik droge në shkallë të gjerë është goditur nga autoritetet shqiptare dhe italiane në një mega operacion të përbashkët. Eurojust deklaron se grupi kishte trafikuar mbi 1.8 ton lëndë narkotike dhe përfshihej në transaksione prej miliona eurosh në kesh. Operacioni Ura çoi në 42 arrestime dhe sekuestrime të pasurive me vlerë të mëdha, përfshirë biznese, prona dhe para. Një tjetër goditje e rëndësishme kundër krimit të organizuar u dha në një operacion të përbashkët ndërmjet Shqipërisë dhe Italisë në kuadër të bashkëpunimit me Agjencinë Europiane për Drejtësinë Penale, Eurojust. Sipas njoftimit zyrtar të Eurojustit, në qendër të hetimeve ka qenë një organizatë kriminale me bazë në Durrës e përfshirë për trafik ndërkombëtar droge, që datojnë që prej vitit 2016. Hetimet janë iniciuar nga Prokuroria e Barit në Itali dhe Prokuroria e Krimeve të Rënda në Shqipëri në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Shtetit. Grupi kriminal akuzon se ka trafikuar mbi 1 tonë 800 kg kokainë dhe heroin nga Amerika e Jugut nëpër Ballkan deri në Europën Veriore dhe Puljan italiane. Në qendër të aktiviteteve të tyre ishin transporti dhe shpërndarja me shumicë të lëndëve narkotike, si dhe pastrimi i parave përmes rrjeteve e bizneseve në Shqipëri. Eurojust thekson se antarët e organizatës kishin përftuar shuma të mëdha në kesh në vlerë deri në 5 milionë euro. Operacioni i koduar Ura çoi në lëshimin e 52 urdhër arresteve, ku janë ekzekutuar 42 masa, nga të cilat 30 vetëm në territorin shqiptar. Mes të arrestuarve ndodhen antarë të organizatës, por edhe efektiv policie dhe biznesmen që sipas hetuesve luanin rol kyç në sigurimin dhe lehtësimin e trafikut. Gjatë operacionit janë sekuestruar 3 milionë euro në para kesh, 3 restorante në qytetin e Durrësit, një bar kafe dhe 6 shoqëri tregtare, një televizion lokal në qytetin e Vlorës. Ky është një nga rastet më të qarta që tregon kapilaritetin e krimit organizuar në Shqipëri në lidhje ndërkombëtare të tij. Autoritetet italiane dhe shqiptare të koordinuara nga Eurojust kanë premtuar se hetimet do të thedhohen më tej për të goditur rrjetin financiar dhe persona të mbetur jashtë strukturës së drejtësisë. Policia e Durrësit ka shpadur në kërkim një shtetas të huaj dhe një shqiptar si të dyshuarit kryesor për vrasjen e Ermir Dedjas, 29 vjeçarit, që u ekzekutua me 20 maj. 2 persona dyshohen se kanë ndihmuar në sigurimin e mjetit të përdorur në krim, i cili u gjet më pas i djegur në Gërdec. Policia e Durrësit ka identifikuar dhe shpadur në kërkim 2 persona të dyshuar si të përfshirë në vrasjen e 29 vjeçarit Ermir Dedja, i ndodhur në 20 maj. Në kërkim janë një shtetas maroken dhe një shqiptar, të cilët dyshohet se kanë pasur rol kyç në sigurimin e mjetit të përdorur për atentatin. Sipas të dhënave hetimore, automjeti është sjell nga jashtë një ditë para ngjarjes dhe ka hyrë në territorin shqiptar përmes portit të Durrësit me drejtues një shtetas maroken. Pas kryerjes së krimit, makina u gjet e djegur në zonën e Gërdecit në një përpjekje për të fshirë gjurmët. Hetuesit besojnë se shtetasi maroken është larguar nga Shqipëria më njëherë pas vrasjes dhe se aktualisht ndodhet jashtë vendit. Autoritetet shqiptare kanë kërkuar ndihmën e partnerëve ndërkombëtar, veçanërisht autoriteteve italiane, për të lokalizuar dhe arrestuar të dyshuarin. Në kërkim është padur gjithashtu edhe një shtetas shqiptar që dyshohet se ka patur rol në organizimin dhe mbështetjen logjistike të atentatit. Hetimet e deritanishme përforcojnë pistën e një vrasje të organizuar për motive hakmarrje dhe me lidhje të drejtpërdrejta me krimin organizuar. Ermir Dedja, viktima e atentatit, jetonte prej kohësh në Gjermani dhe sipas burimeve të policisë kishte qenë i përfshirë në veprimtari të paligjshme. Ai dyshohet se kishte lidhje me nipin e Astrid dhe Altin Avdylajt, figura kyçe të një grupi të strukturuar kriminal në zonën e Shijakut. Policia e shtetit po vjon hetimet në bashkëpunim me prokurorinë dhe autoritetet partnere për të zbuluar plotësisht ngjarjen dhe për çuar përpara drejtësisë të gjithë autorët e përfshirë. Gjykata e posaçme shpalli fajtor avokatin Radovan Çela për korrupsion dhe ushtrim të ndikimit paligjshëm në 6 raste në përpjekje për të ndikuar në çështje të bujshme si Toyota Yaris dhe hetimet pasurore ndaj Suel Çelës. Çela u dënua me 2 vite 8 muaj burg pas përfitimit të gjykimit të shkurtuar.
Gjykata e posaçme për korrupsion dhe krim të organizuar ka shpadur fajtor avokatin Radovan Çela, njëkohësisht i afërm i familjes Vladić, për përfshirjen e tij në çështjen Toyota Yaris dhe në disa procedime të tjera penale përmes ndërhyrjes së palishme dhe ushtrimit të ndikimit. Në përfundim të procesit, Çela u dënua me 4 vite burg për shkak të gjykimit të shkurtuar, do të vuaj 2 vite e 8 muaj heqje lirie. Vendimi u shpall pas pretencës së prokurorit Klodian Brau, i cili ngriti akuza për korrupsion aktiv dhe ushtrim të ndikimit palishëm në 6 raste. Mes tyre përmendet edhe fashikulli i hetimit pasuror ndaj Suel Çelës, një person në kërkim nga drejtësia shqiptare. Në seancat gjyqësore, avokati Çela kërkoi pafajësi duke mohuar përdorimin e aplikacionit të enkriptuar Sky CC dhe duke pretenduar se zërat në bisedat e përgjuara nuk i përkasin atij. Por ky version nuk u pranua nga trupi gjykues, e cila vlerësoi se Çela i ka kryer veprat penale në bashkëpunim me persona të tjerë. Një ndër bashkëpunëtorët e tij, sipas vendimit të gjykatës, është ish prokurori i Vlorës, i dënuar më parë nga njëjta gjykatë. Po ashtu, oficerja e policisë gjyqësore përfshirë në të njëjtën dosje mbetet ende në kërkim. Dyshohet se ajo ka përdorur aplikacionin Sky CC për të ndikuar në vendimarrjen gjyqësore për çështje të profilit të lartë, përfshirë dhe dosjen Toyota Yaris. Kjo çështje u bë e njohur pas sekuestrimit të 3.4 milionë euro në portin e Durrësit brenda një automjeti të markës Toyota. Pavarësisht sekuestrimit, për vite me radhë, prokuroria shqiptare nuk arriti të provojë burimet e shumës, ndërsa komunikimet e Sky CC ndihmuan autoritetet të rindërtonin të vërtetën pas këtij operacioni të dyshimit financiar. Trupa gjykuese ka vendosur të mos pranojë kërkesën e të pandehurve për ndarje të çështjes apo për gjykim të shkurtuar, duke hapur rrugë për gjykimin e themelit ndaj të gjithë të akuzuarve të dosjes 5D, që përfshin disa ish drejtues të Bashkisë të Tiranës dhe zyrtar të tjerë vendor. Dosja e pushme 5D, e cila goditi zyrtar të rëndësishëm të Bashkisë Tiranë, do të gjykohet në blok me procedurë të zakonshme. Trupa e gjykuese rrëzoi të gjitha kërkesat për ndarje të çështjes, si dhe për gjykim të shkurtuar, duke vendosur që të 7 akuzuarit të përballen bashkërisht me drejtsinë. Të pandehurit për këtë dosje janë 3 ish drejtor, Redi Molla, Taulan Tusha dhe Mariglen Shato, si dhe Anton Punavia, Julian Zanaj, Albano Janku dhe Nestor Muhamedvari, për ta pritet të nisë shqyrtimin në themel. Ata u arrestuan në muajin mars 2024 me urdhër të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në kuadër të hetimeve për favorizime me tendera publik për kompaninë 5D. Sipas PAK, Mariglen Qato dhe Redi Molla janë pronar de facto të kompanisë 5D që ka fituar 11 tendera pranë Bashkisë Tiranë gjatë viteve 2016-2022, kompania që operon edhe në emrat Igor Electric dhe Vas Construction dyshohet se është favorizuar në mënyrë të palishme. Ndërkohë, për 5 persona të tjerë, mes tyre Debora Keqi dhe Eglantina Zere, është saktuar masa e sigurisë detyrim paraqitje. Emrat e tyre janë veçuar nga hetimi kryesor së bashku me anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të njohur si KVO. Hetimet për këtë dosje janë konsideruar si një nga rastet më domethënëse të përfshirjes së zyrtarëve publik në abuzime me fondet dhe procedurat e prokurimit publik, ndërsa pritet që gjykimi të hellë më shumë dritë mbi lidhjen mes funksionarëve dhe kompanive private të përfituara. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 23 maj do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me mot të kthjellët dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore lindore, pasditja mund të sjellë vranësira kalimtare, por pa rreshje. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale pritet të arrijë deri në 26 gradë Celsius në zonat e ulta perëndimore dhe jugore. Era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi jugor me shpejtësi 6 deri në 11 metër për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit mund të arrijë deri në 13 metër për sekond. Deti parashikohet me dallgëzim të ulët 2 deri në 3 ballë. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 12 deri në 25 gradë Celsius. Kukës 11 deri në 24 gradë. Peshkopi 10 deri në 23 gradë Celsius. Tiranë 13 deri në 26 gradë. Durrës 14 deri në 25 gradë. Kavaj 13 deri në 24 gradë. Elbasan 12
deri në 25 gradë Celsius. Berat 12 deri në 26 gradë. Korç 10 deri në 22 gradë. Vlorë 15 deri në 24 gradë Celsius. Gjirokastër 13 deri në 25 gradë. Sarand 15 deri në 24 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 23 maj do të karakterizohet nga moti kthjellët, me diell gjatë gjithë ditës dhe ndonjë vranësirë kalimtare në relievet lindore. Temperaturat vijojnë të jenë të larta për stinën. Temperatura minimale do të zbresë deri në 10 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi mesatare prej 5 deri në 10 metër për sekond dhe në disa lugina deri në 12 metër për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa nga qytetet kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 10 deri në 22 gradë Celsius. Podujev 10 deri në 21 gradë. Skënderaj 10 deri në 21 gradë Celsius. Pej 11 deri në 23 gradë. Prishtinë 10 deri në 23 gradë Celsius. Gjakov 11 deri në 23 gradë. Malishev 11 deri në 22 gradë. Gjilan 10 deri në 22 gradë. Ferizaj 10 deri në 22 gradë Celsius. Kaçanik 11 deri në 21 gradë Celsius. Suharek 11 deri në 22 gradë. Prizren 11 deri në 23 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për përmendjen tuaj. Bashkë do takojmë në edicione të tjera. Deri atëherë, miru takofshim.